Të dashura motra e vëllezër nga Tirana dhe nga Shqipëria, mirë se ju gjej dhe ju sjell përshëndetje nga Kosova. Jam shumë e fat që sot gjendem mes jush dhe gjithashtu kam kënaqësinë e madhe të drejtohem me një fjalë rasti në rastin e festave të 28 e 29 nëntor. I nderuar kryetar Ako, i nderuar sekretari i përgjithshëm Fare, i nderuar shoku e bashkëtarë im Dr. Gani Polina, të nderuar veteranë pasardhës të luftës antifashiste në shqiptarët e popullit shqiptar të Shqipërisë nën, të nderuar pranishtë. Nëntori i flamurit Skënderbeut në Krujë, nëntori i alfabetit të shonjave të gjuhës shqipe në manastirit të Maqedonisë Veriut, nëntori i flamurit dhe i pavarësisë Shqipërisë në Vlorë, nëntori i shtirimit të Tiranës së Kuqe dhe i gjithë Shqipërisë heroike në luftën e dytë botërore, është muaj i lodhishëm, të cilin e kanë furnizuar dhe e kanë pasuruar edhe shqiptarët jashtë Shqipërisë në përgjithësi dhe Kosova rinjë e lagë i madhe të veçantë. Në Kosovë, në muajin nëntor të vitit 1989, derdhi gjakun e tij në breg të zgjedhjes në Prishtinë, udhëheqësi i lëvizjes popullore të Kosovës Afrim Xhedia, bashkë me bashkëpunëtorin e tij, heroin e kombit Farid Vazhliu. Në muajin nëntor, në datën 17 të vitit 1994, në qytetin Arau të Zvicrës, nga Kryesia e Lëvizjes Popullore të Kosovës, u themelua dhe de jure dhe u emërtua Ushtria Qytetare e Kosovës. Po atë ditë, në 17 nëntor 1994, u vendos që trupa komanduese e Ushtrisë Qytetare të Kosovës të quajë Shtati Qendror i Ushtrisë Qytetare të Kosovës. Gjithashtu, në 17 nëntor 1994, doli komunikata e parë e Ushtrisë Qytetare të Kosovës në numër 11. Dhe po me 17 nëntor 1994, i u vu pseudonimi i parë dhe i fundit Ushtrisë Qytetare të Kosovës, Uskana. Në 28 nëntor 1997, Ushtria Qytetare e Kosovës doli publikisht në Llausht Skënderaj të Granicë në varrimin e mësuesit Ali Gjeci i vrarë nga forcat e ushtrisë së së. Të nderuar pranishtë, nëntorët e Kosovës të gjithë pa përjashtim ishin të ndikuar thellësisht nga nëntorët e nënë Shqipërisë. Kosova ishte me fat që e kishte Shqipërinë nën për krahase të vazhdueshme në rrugën e saj të lirisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës Aleate, prandaj duke qenë se ishte në akord të plot me nënën dhe aleatën e madhe, është shtruar nga Serbia pushtuesi. Kosova ishte dhe do të mbetet pjesë aktive në proceset të mëdha kombëtare me nën Shqipëri. Në balë të nëntorëve në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë të Veriut, në Lugin Preshevës, në Malë të Zi dhe kudo ku jetojnë shqiptarët, valvitet i njëjti flamur që është i rënë sa toka dhe i qullur me gjak, lirie këndohen të njëjtat këngë, përkulen mira e miliona koka para të njëjtë heroj. Lavdi nëntorëve të lavdishëm të kombit ton, lavdi i gjakut të derdhur për liri të herojve dhe dëshmorët e ardheut rreth popullit shqiptar.